dhimbja e krahut është një prej dhimbjeve më interesante, për shkak që aty ku dhem shpesh mundet mos mu kon probleme. Në këto raste mundet mu qenë një referim prej qafës, që e shkakton një mpimje të krahut, një lodhje. Këtu e kemi një rrjet të sim të nervave? Po, në këtë pjesën këtu? thonë nervat që dalin prej qafës edhe e formojnë një pleksus që e quajmë na, ato i nervojmë edhe pjesë të tjera të dorës, do më thonë na mundë me pas dhimbje të krahut, të shpatullave, ndërsa referimi më kon për qendrës të boshtit kurrizor. Nervore. Po, nyja e krahut dën një vlerësim shumë të mirë, sepse nyja e krahut stabilizohet shumë prej muskujve, për çet arsye mundesh me pas edhe shumë probleme tjera, që janë tendinopatit, e ndryshme, apo problemet me lëvizjen e krahut, edhe kjo tash mundet me thonë që quajmë na lëndim i krahut, po është, dhe më thonë lëndim ma qendror, që kërkon një ekzaminim ortopedik edhe 97-8% rasteve trajtim me fizik.